Edhe vetëm prisa kur më thoshe që shiko se kam bërë shaka, kupton, nuk është se besoja. Thoya çka kam bërë unë për ta merituar, kupton? Po shumë eksperiencë, për shembull, nëse deri në atë pikë unë thoya që do e mbaroj eksperiencën time në televizion dhe nuk do merrem më kurrë, ajo mua ka bë ndryshe komplet mendim edhe të dashuroj një fushë që se kisha menduar ndonjëherë, as nuk aspiroja ndonjëherë. Shumë ndryshon ndonjëherë në gjë. E di se ka qenë historia ime? Unë punoj atë Arditi që 16 vjeç. Shkon atë sene, fillova punën të thash. Ardit, rregullo mikrofonin. Ve, domethënë, ve. Ve. Po duhet të kish. Edhe një rubrik këtu, një rubrik atje, një sponsor, se këto gjithë sponsorët që kemi neve. Një Renault, një Margiti, një vetëm, një kështu, një cet, thash. Fillon kishim këto projekte të Globus Travel që e kishim sponsor dhe duhet shkonin në Turqi për të bërë reklamin, thash. Edhe një vitin si bie, 2024 kam bërë festivalin. 2024 në prill, më thot ky muaj ka qenë i angazhuar Arditi me Eurovisionin. Edhe ndërkohë Globusi kishte premtuar që në maj, në fund maj do shkonim ne për të bërë prezantimin e 2 resorteve. Si përfundim, merr muajin të zyra dhe më thotë që shiko, kemi një projekt në Globusin për të bërë prezantimin e kësaj. Unë nuk jam, do kam zgjedh ty edhe një vajzë tjetër që të shkoni dhe ta bëni sikur të jam unë. Ngela, tash shoh. Tani të prezantoj. Si vin në dhomën e rrëfimit. Kthehem pas pak. Jo, s'mund t'i harroj unë ata sy që më ndiqni në çdo çast të çdo moment. Erdhi buka shumë shpejt, do të hajmë neve aty një nga një. Po, 4 se s'bën, se a që reklam se e kam bëha una? 5. Ja bën 5. E të gjitha e madhë që kam qenë moderimin. Livia? Livia? E të shofë. Ali shala në gjerë bubë. O vllai madh lutem. Okej. Të me sfit, dalim jashtë kemi në sfit. Shikaj, roman. Atëherë. Banor, pasi shtëpia votoi kundër rikthimit tuaj, vëllai i madh ju jep juve një mundësi për të dalë nga shpela. Si fillim, duhet të bini të gjithë dakord për një banor të shtëpisë që do të jetë i flirtuar juaj. Ai banor do të ketë në dorë çelësin e derës dhe mund të hyjë në shpellë pa e parë njëri dhe të hartojë bashkë me ju një plan. Një sekond. Misioni është që një për jush duhet të shkojë në dhomën e ndenjes pa e parë askush dhe të marrë shportën e Bana King që ndodhet në tavolinën e ngrënjes. Nëse ja dilni me sukses, do të ktheheni në shtëpi. Është momenti të zgjidhni të influtuarin dhe banorin që do të ekzekutojë misionin. Keni kohë 60 minuta, një sekond. Një sekond tani. Ideja është dikush pineve kush. Një sekond tani. Ideja është duhet zgjidhni një banor. Ai banori do ketë në dorë çelësin e derës dhe mund të hyjë në shpellë pa e parë njëri që ne ta krijojmë të planin. Ore ne apo ata? Ne do ta krijojmë të planin po me atë. Ky personi Ky duhet të jetë mjaftueshëm i shkathët që të detyrojë të gjithë të dalin jashtë dhe mos ta kenë mendjen që në moment që një nga ne duhet të dali për të marrë shportën dhe këtë nuk e bën dot Gimbo se Gimbo nuk e dëgjon më njërin. Po duhet dalë një nga ne për të marrë shportën? Duhet po, misioni është që një për jush do të shkojë në dhomën e ndënjes pa e parë askush dhe të marrë shportën me Bana King që ndodhet në tavolinën e ngrënjes, pa e parë askush. Atë do ta shohim se s'bën asnjëri. S'do ta shohë asnjëri. Edhe gjithë kjo koha duhet të ndodhi për 1 orë. Tani një sekond. Brikena se tonë do të kam. Po, edhe Gimbo nuk e ftojmë dot sepse Dash Kristi po Gimbo duhet të jetë influtuar jon. Kristin e lem Rejna prapë. Një sekond tani, që të merremi vesh. Gimbo, për shembull, do zgjedhim Gimbo. Gimbo do ketë çelësin e derës, Gimbo do vi këtu brenda ta organizojmë ne planin dhe dal jashtë. Po plani është që ai duhet i bëjë të gjithë njerëzit më shpërnda. Po Gimbo nuk e bën dot sepse nuk do ta dëgjojë njëri. Kristi ka influencë me. Jo Kristi, po çin tjetër. Kush neve? Po Kristi nuk e bën dot Kristi. Duhet njëri i shkallës. Atë gjëçi që na duan edhe mrena. Që na duan jashtë ishte Brikena. Gimbo, Ina, Kristi. Kush nga këto 4 mund ta bëjmë ndonjë atë logjiko përdorë? Gimbo, po. Mas Gimbos vjen Kristi, këtë doni ju tash. Se ti the Gimbo, se unë thash Gimbo veti parë. Ti the Gimbo se ka fuqinë me bë, kurse Kristi paktën i rren ose i thot Brikenës, kurse Kristi paktën po me Nanzer. Kristi paktën është tinzar, di me rren, di me e manipulu, di me atë dhe Gimbos me atë bani veprim që bëj këtë se Jo, nuk është Kristin, dëgjoj.
Sepse sa të nxjerrin, sa të shpërndajnë njerëzit, ajo duhet të jetë fragment se kolli marrë, më thon ditë, kupton? Ose Gimbo ose Kristi, pra një nga të dy këtë doni. Po një nga të dy. Mirë. Komandon. Ja mbaroni planin ju apo pastaj? Jo, po japim mendime se plani nuk është individual. Unë Ja ta mendoj çik. S'kemi kohë për ta menduar se 60 minuta kemi gjithë në total. Për 60 minuta do ndodhi gjithë gjëja. Ose Gimbo ose Kristi. Është momenti që të zgjidhni të infiltruarin dhe banorin që duhet të ekzekutojë misionin, kemi kohë vetëm 60 minuta për të bërë gjithë këtë gjë. Po Gimbin dhe Kriston keni